Shkodra ishte ndalesa rallës ku zhvillua dëgjesa publike në kuadër të procedurave për vlerësimin e ndikimit në mjedis të projektit për habilitimin e linjës hekurullore Vor-Hanihotit. Sipas ekspertëve, investimi do të realizohet mbi gjurmën ekzistuese të hekurullës, e cila do të rikonstruktohet dhe do të përshtatet me standardet europiane. Projekti ka hyrë në fazën e përzgjedhjes së kontraktorit, ndërsa sipas parashikimeve punimet pritet të përfundojnë deri në vitin 2030. Kontraktori do të jetë edhe projektues edhe zbatues, pra që do thotë do ketë një periudhë 6 deri 9 mujore, moment që shpahet fituesi, 6 deri 9 mujore periudhën e rishikimit dhe finalizimit të projektit, por kjo periudhë do shërbej edhe për mobilizimin e stafit tyre në terren. Kështu që shpresojmë në një viti ne pretendojmë që të fillojnë punimet në kantieret përgjatë hekurullës Vor-Hanihotit. Gjithë rrjeti shqiptar hekurullor në gjitha studimet që janë tani do të kalojë nga trena me dizel, do të kalojë në trena elektrik. Do të duhet që pjesa e trupit e trashesë të marrë një gjerësi 6.6 metra, në mënyrë që të krijohet mundësia edhe për vendosjen e faciliteteve që do jenë për linjën elektrike të trenave. Hekurulla do jetë e rrethuar për të gjatë gjithë gjatësisë vetë. Do jetë rrethuar, nuk po i themi me rrethimi do bëhet me konstruksion metalik. Formati i konstruksionit metalik do jetë i tillë që të mos lejohet hyrja e kafshëve. Për banorët e pranishëm në këtë dëgjes, një prej shqetësimeve kryesore mbetet mënyra se si do të komunikojnë me qytetin, pasi vendosja e barrierave mbrojtëse bllokon lëvizjen e 120 familjeve. Na është marrë parasysh zonat përmbytëse. Një pjesë e hekurullës kalon në një zonë përmbytëse. Nëse po si do veprojë dhe nëse jo duhet ketë parasysh. Studimi topografik që ka bërë parashikon që në zonat caktuara aty ku ka përmbytje, sepse tani ne kemi dhe një histori të niveleve, lartësia e hekurullës të ngrihet deri në 80 cm. Pjesa nga Stongolemi dhe poshtë, pjesa perëndimore të shërbejnë qytetit Shkodrës për zhvillimin e tij, kuptohet për ndërtimin e Shkodrës së re, me që është një zonë edhe antisizmike dhe shumë e përshtatshme për ndërtimet në alta. Problemi i dytë, të cilën shtroj, është një aeroport, i thojmë na aeroporti i Shtojit. Nuk i di se realisht se ku kalon traseja, por duhet parashiku që të ketë distancat caktume, parametrat caktume për zhvillimin e këtij aeroportit. Me të vërtetë që Shkodra s'ka nevojë për aeroportet mëdha, po një aeroport i vogël, si i Podgoricës, me një pistë pak a shumë të bame që mund të riparohet. Jam banues i lagjes të Herojt, po mrapa stacionit trenit. Edhe ai na shpjegoi në lidhje me nënkalimet, por na nuk e dim tamam se ku mund t'i bien nënkalimet. Ajo lagje ka shumë nevojë për një nënkalim. Na jena 120 familje mes hekurullës dhe stacionit trenit, ma stacionit trenit edhe Tabi Akirit. Aty nuk e shit se ku do të dalin, ku do hynë këto 120 familje. A ka mundësim pas më vonë një komision që ta dinë ata që kanë shpitare të rejnë, o prishët o s'prishët, po mesim nëngth. Ku di si kur fillon, a se di si kur fillon, ja, po kanë ardhur dhe inxhinierë, në kanë thonë nga Tirana që nuk të preket, po ku ja ku besin, as Tiranës, as Shkodrës, as Peshkopisë, me fjala. Me një gjatësi prej 120 kilometrash, linja Vor-Hanihotit do të jetë tërësisht elektrifikuar dhe trenat do të mund të lëvizin me shpejtësi deri në 120 km/h, duke mundësuar transportin e udhëtarëve dhe të madhrave. Projekti parashikon ndërtimin dhe rikonstruksionin e 12 stacioneve, 12 urave si dhe të një tuneli me gjatësi 320 metra. Koha mesatare e udhëtimit nga Vora në Han të Hotit pritet të jetë rreth 2 orë. Investimi ka vlerën totale prej 356 milion eurosh dhe synon të përmirësoj transportin hekurullor dhe lidhjen e Shqipërisë me korridoret rajonale dhe evropiane.